Shkodra vijon të ketë një jetë të gjallë kulturore me aktivitete që zhvillohen përgjatë gjithë vitit, nga shfaqje teatrore, koncerte, deri te ekspozita dhe promovime artistike. Ritmi i eventeve mban qytetin aktiv dhe tërheq ardashës. Sipas artistes dhe organizatores së eventeve Rozafa Shpuza, krijimi i një kalendari të përbashkët mujor apo vjetor nga institucionet kulturore do të ndihmonte në koordinimin më të mirë të aktiviteteve, duke shmangur mbi vendosjen e tyre. Ideja e mosditjes së një kalendari paraprak të aktiviteteve kulturore, ne na bën që me shku tanë në një ditë, edhe mandej ka një boshllëk, një hapësinë të ftoft që nuk ne pa kur gjë. Unë mundohem me agjendën e galerisë që me bë më të trajtshme idenë e aktiviteteve, zhvillimit tyne. Se ka herë kur shef shumë, ti nuk ke mall njësi për me shiju atë gjë. Na duhet me dhanë kur e kena në dorë. Një platforme e përbashkët informuese sipas saj do t'i shërbente jo vetëm organizatorëve, por edhe qytetarëve dhe turistëve, të cilët do të kishin mundësi të planifikonin më herët pjesëmarrjen në jetën kulturore të qytetit. Nëse na do të kena një kalendar të përgjithshëm të tanë aktiviteteve që ka bashkia, aktiviteteve që ka Teatri Migjeni, Galeria e Arteve e qytetit, Biblioteka e qytetit, OJF-t e ndryshme që zhvillojnë aktivitete, ne jena shumë më të qetë edhe qytetarja shumë më mirakandje ka për me i pa këta aktivitete me qetësi edhe me marrë energji prej tyne. Një kalendar i unifikuar do të ishte gjithashtu një hap drejt forcimit të bashkëpunimit mes institucioneve dhe promovimit të aktiviteteve kulturore në Shkodër.